Pa ballokume nuk ka ditë vere. Do përgatisim së bashku me mielin Ola për ballokume, do bëjmë ballokumet më të mira. Si që bën Kidis Kitchen në mënyrën e tij. Në një planetar do vendosim sheqerin kristal dhe gjalpin duke miksuar 30 deri në 45 minuta në shpejtësinë mesatare. Kur të jetë formuar një krem homogjen dhe sheqeri të jetë shkrirë, do vendosim vezët një nga një. Një vezë ka xhiron 3 deri në 8 minuta, duke përzierë. Kemi vendosur një nga një vezët, kemi vendosur 3 kokra vezë, 300 gram gjalp dhe 250 gram sheqer kristal. Dhe tani kemi dhe kokrën e fundit, do shtojmë lëngun e hiri që kemi përgatitur, në qoftë se nuk e kemi, nuk ka problem, mund t'i shtojmë dhe qumësht. Momenti hapja miellit Ola për ballokume, një miell fantastik që realisht ballokumet nuk di çfarë të them, dalin përsosur. Shtoj mielin dhe duke përzier me lugën e drurit derisa të bëhet brumi i ballokumes. Dhe don pak forcë dhe pak minuta, një brum konstant homogjen dhe shumë i shkrift. Marrim tepsin me letër furre, bëjmë topat 1, 2, 3, 4, e vendosim në furrë për të pjekur 170 për 40 deri në 45 minuta dhe kjo është rezultati. Unë i kam pelikuluar sapo ka dalë nga furra, kem lënë 5 minuta të pushoj dhe i kam pelikuluar direkt, që të rrinë të buta dhe të shkrifta. Ballokume me mielin Ola. Kjo ishte receta për sot, faleminderit, like, follow Kidis Kitchen.